Bllokohet përsëri rruga në qaftore, kanë rënë orteqe në mëngjes dhe situata është rrezikshme për ndërhyrje, ka rreshtë dëbor dhe temperatura është mbi zero, gjë që rrisin aktivitetin e orteqeve, pavarësisht kësaj situate po punohet në segmentin bog qaftore. Puna konsiston në pastrim dhe zgjerim të kalimit deri te zona tuneleve në qaftore, ku edhe është bllokim nga orteqet. Nga ana tjetër në territorin e Bashkisë Shkodër vjen operacioni në fshatin Obot, ku në terren janë angazhuar 6 forca dhe 1 mjet e reparti ushtarak 1010, Vauides. Niveli i ujit në aksin rrugor është rreth 30 cm, ndërsa rreshtë e shiut vjen her pas here me intensitet të lartë. Deri këto momente nuk raporton banesë rrethur nga uji. Nivelet e ujit në pikat monitoruese vijojnë të jenë nën kodet kritike. Niveli i liçenit është 7.85 metër, ndërsa niveli i lumit drin është 7.60 metër. Gjatë 20 orëve të fundit janë regjistruar rreth 25 mm rreshtë shiu. Infrastruktura kullimit dhe mbrojtjes nga përmbytjet paraqitet funksionale dhe pa probleme, ndërkohë që rreshtë e shiut vijojnë. Në Bashkinë Malësie e Madhe gjatë gjithë natës ka pasur rreshtë shiu me intensitet mesatar, pa raportim problemesh nga strukturat e emergjencave civile. Edhe në Bashkinë Vauides rreshtë e shiut kanë qenë me intensitet mesatar, pa probleme të raportuara. Ndërkohë në Bashkinë Puk dhe Bashkinë Fusharrez situata paraqitet qëndrueshme dhe nën kontroll.